Juela qëndron e fortë me një buzëqeshje që nuk është thjesht për kamerat, por një reflektim i asaj që ndjen brenda. Largimi nga gara nuk e ka thyer, përkundrazi duket sikur e ka qiruar. Fjalët e saj janë të qarta, të sigurta, pa asnjë pendes. Jam shumë krenare. Nuk kam asnjë peng. Jam shumë e lumtur. Dhe kjo nuk është një fjalë e thënë për të shpëtuar momentin. Është një deklaratë force. Sepse të dalësh nga një eksperiencë e tillë pa pengje, do të thotë që ke dhënë gjithçka nga vetja. Nuk ke mbajtur asgjë mbrapa, nuk ke luajtur rol, nuk je fshehur pas maskave. Dhe kjo është një fitore më vete. Ajo flet për energjinë që ndjen tani. Një energji pozitive, një ndjenjë e re që është ynë përpara. Shumë njerëz, pas një eksperiencë të tillë, do të ndiheshin të zbrazët. Por jo Juela. Ajo duket sikur sapo ka nisur. Unë besoj shumë te puna, thot ajo. Dhe në këtë fjali qëndron thelbi i gjithçkaje që ajo përfaqëson. Nuk është thjesht një ëndërrimtare. Nuk është nga ata që presin që gjërat të vinë vetë. Ajo beson te përpjekja, te sakrifica, te rruga e gjatë që ndërtohet hap pas hapi. Dhe ëndra e saj është e madhe.